Përshëndetje të gjithëve dhe tani me këtë video do futemi në brendësi të strategjisë EE, të cilën e kam quajtur kështu për shkak se siç thash, ne më së shumti do trajtojmë euro poundin dhe euro CF. Atëherë, shkojmë dhe mos humbim kohë për mekanizmin e strategjisë EE për sell position. Pra, do bëjmë një video për sell position, do bëjmë dhe një video për buy position. Tani, këtu do ju tregoj se si do jetë mekanizmi jon, si ta përdorim strategjinë. Pra, në daily basis, vetëm një moment se hapa këtë pa lidhje. Okej. Atëherë, fillimisht, çfarë do bëjmë ne? Është një moment, si thash, nuk e di si shkruhet tamam kjo. Anashkalojmë orarin ose periudhën 19 fillimisht. Më pas hapim chartet e euro poundit dhe euro CF. E mira fare është që ne t'i kemi gati, pra t'i kemi të qarta supply-in dhe demandin më të afërt. Që do me thënë, më të afërm që është çmimi, do me thënë çmimi mund t'jetë 0.87 150, do shohim kush është supply më i afërt, do shohim dhe kush është demendi më i afërt. Sepse në ato dy nivele ne do bazohemi. Dhe ka, do me thënë, unë po e vendos këtë më së miri këtu. Dhe përsa e përket do me thënë mekanizmit të sell position, vetëm një moment, ta bëjmë pak më estetike si gjë. Do kemi dy alternativa. Pra, do kemi dy alternativa. Do kemi alternativën që nuk ndodhemi, vetëm një moment se ndodhemi në një zonë supply dhe një alternativë se su bë copy kjo. Okay. Dhe alternativa tjetër do jetë që ndodhemi. Tani, duke ditur, do me thënë, këto dy alternativa, vetëm një moment, falni për ndërprerjen. Atëherë, si thash, do kemi dy alternativa, pra, ndodhemi në një zonë supply, nuk ndodhemi në një zonë supply. Në qoftë se alternativa, do me thënë, në qoftë se ne nuk ndodhemi në një zonë supply, thjesht nuk ka sens ose nuk bën sens të vendosim një tregti sell. Pse? Sepse vetë marketi funksionon në bazë të supply dhe demand, dhe
një lëvizje sell shkaktohet vetëm nga një supply ose ofertë. Pra, nuk bën sens. Por, në momentin që ne jemi në një zonë supply, atëre po, do shohim për tregëti të mundshme. Mundshme. Pra, është mëse e thjesht si gjë, domethënë, si praktik. Në momentin që ndodhemi në një zonë supply, do shohim për një tregti të mundshme sell. Dhe si do jetë domethënë komplet kjo gjë. Atëherë shohim këtu, ndodhemi në një zonë supply. Po e bëj edhe vizualisht këtu që të jemi mëse të qartë me çdo gjë për sa i përket pjesës teorike, sepse do kalojmë edhe në pjesën në praktike, po shpjegoj mirë mekanizmin. Atëherë, ndodhemi në një zonë supply. Kur ndodhemi në një zonë supply, nuk do me thënë që ne do futemi sell me patjetër. Pse? Sepse duhen plotësuar disa kushte, të cilat janë shumë vitale që ne të hapim një tregti sell. Dhe që ne të bëjmë këtë gjë, pra që ne të vendosim një tregti, së paku duhet të kemi strukturën e favorshme për sell, ose duhet të kemi një strong rejection për sell. Pra, duhet të kemi këto të dyja me patjetër. Nuk mund të futemi sell në një qiri shumë të fortë bullish, vetëm pse jemi në një zonë supply, sepse ne nuk kemi indicie akoma që ne do shkojmë sell. Dhe indicjet ose konfirmimet na japën vetëm struktura e favorshme ose një strong rejection për sell, nga një big candle. Dhe normal këto janë dy skenare të ndryshme, të cilat unë do i shënoj. Është skenari i parë këtu, po e marr këtë këtu. Vetëm një moment, sepse nuk dua të dal nga... Si që shikoni, është kursi më i mirë, do me thënë, ne i themi i qëndisur nga ana ime, si nga ana vizuale, si nga ana shpjegimit, si nga ana e strategjisë komplet. Kështu që shpresoj t'ju ndihmoj shumë ky kurs, sepse po e bëj me gjithë qejf, kisha kohë që kisha pauzuar me video e me shumë gjëra, edhe prandaj po e bëj me kaq shumë pasion. Atëherë, rasti i parë është kur ne kemi strukturën e cila sapo shkojmë në zonën supply, kemi një si tip ngjecje, ose si thash tek videoja e parë, kemi një sepse nuk më lejon të shkruaj, ta vendos shigjetën tek supply, po imagjinojeni sikur e gjitha kjo është brenda kësaj zone. Dhe kemi strukturën e cila është një strukturë korrigjuese rritëse, që shpjegova tek videoja e parë. Dhe ne çfarë do presim tani është që kur kemi atë strukturën, ne të kemi një bearish candle,
i cili t'jetë strong, pra t'jetë një qiri strong, një qiri i cili vetëm duke e parë me sy, ti thua shit sa t'u futën tani. Dhe kjo nuk është gjë tjetër, veç se një thirrje nga marketi që thot shitësat u futën. Dhe çfarë duhet të bëjmë ne pas kësaj, është që ne të futemi sell. Pas qiriut normal. Stop losin gjithmonë ta vendosim, vetëm një moment, stop losin gjithmonë ta vendosim, po e bëj kështu, ta vendosim pak më lart se sa zona. Do me thënë 5 pips, diçka kështu, do ishte shumë mirë që ta vendosnim dhe do presim më pas normal siç e thash 15 pips tek profit, 15 pips stop loss. Normal që është gjithmonë në raportin 1-1. Dhe rasti tjetër, që është rast akoma më i thjesht për mendimin tim, është kur ne kemi, po e bëj këtë, po e marr për të qenë sa më i shpejt, pavarësisht çfarë strukture kemi ne në zonën supply, mund të kemi qiri bullish dhe me njerë na formohet një qiri bearish strong që shpjegova edhe tek rasti i parë, ne përsëri do kemi këto reagime. Pra, edhe në qoftë se nuk do kemi strukturën, pra strukturën e lëvizjes korrigjuese rritëse, ne përsëri do bëjmë entering këtu. Kjo është qasje, po e vendos këtu, po e bëj kështu, vetëm një moment. Kjo është vetëm një moment, për qasje jo të rrezikshme, pra nuk është aq shumë riski, dhe kjo është për një qasje më të rrezikshme. Pse? Sepse tek qasja jo e rrezikshme është sepse ne kemi strukturën në favor, ndërsa tek qasja më e rrezikshme është se ne, edhe pse se kemi strukturën, kemi indikacionin e kësaj, do me thënë, të strong bearish candle, dhe do futemi, po që normal modeli 2 është shumë më riski se modeli parë. Normal që unë këtë ndjek më së shumti, këtë e dua më së shumti. Tani, shkojmë tek një shembull këtu që unë doja u tregoj. Vetëm një moment, sepse nuk ju tregova diçka shumë të rëndësishme. Gjithmonë candle e rëndësishëm, i cili na jep konfirmimin, pra ky candle i këtu, që thash, big ose strong bearish candle, e presim në një orazh vetëm. Pra, candle-in e presim në një orazh që të formohet. Gjithashtu është e mira që dhe supply ose demand zone ta markojmë duke u bazuar në një orazh ose 4 orazh. Pra, këto janë dy, sepse ja harrova komplet nga që humba në shpjegim. Këto janë dy rregullat kryesore, këto mos i harroni
asnjëherë madje këto duhet I kisha thënë që në fillim, po përsëri ju do t'i shikoni të gjitha videot. Atëherë, po marrim parasysh që ne sa po hapëm chartin, edhe pse është shumë vonë, është ora 11, duhet ta kishim hapur në orën 10 chartin para 1 ore. Tani, çfarë do ndodhi me ne? Jemi në këtë nivelin këtu dhe çfarë do shohim? Siç tham, do vendosim supply-n më të afërt dhe demandin më të afërt. Në qoftë se shohim në të majt, gjithmonë vendoset supply në të majt dhe demandi normal, mund ta shohim që është kjo zona këtu e cila është refuzuar ploter, nuk është se është refuzuar vetëm një herë. Pra, është refuzuar, kjo ka qenë domethënë me efikasja si lëvizje, më pas kemi dropin tjetër, këtu afërsisht prap dropin tjetër dhe këtu dropin tjetër. Çfarë ka ndodhur? Tani vetëm një moment, sepse duhet të shënojmë dhe demandin më të afërt, që për mendimin tim është kjo zona këtu. Pra, që sa po japëm chartin, duhet të kemi parasysh këto dy lloj, domethënë këto dy lloj zonash, pra supply më I afërt dhe më falni ndërprerja e fundit. Siç thash, gjëja e parë që duhet të bënim ishte të vendosnim, domethënë supply-n më të afërt dhe demandin më të afërt. Për sa I përket markimeve të supply dhe demandit, duhet të keni parasysh që mund ta mësoni këtë gjë në videot e mia në YouTube, të cilat janë falas dhe besoj tek kursi Mëso Forex 2.0 I keni më të shpjeguara në detaje. Atëherë, çfarë do ndodhte në qoftë se ne do ishim, tani është ora 12:30, po çfarë do ndodhte në qoftë se ne do ishim në orën 10 para chartit. Në qoftë se shikoni, kemi pasur këtë lëvizje të orës 9, do me thënë këtë lëvizje bullish, dhe më pas, ora 10 është mbyllur me inqiri bearish. Çfarë kemi thënë? Që ne, në qoftë se jemi në një zonë supply, që këtu kemi qenë në një zonë supply, pra, po e marr rastin kështu, po e bëj copy, po shkojmë këtu, edhe po ja u tregoj rasti, e bëj kështu, rast për të bërë entry short. Dhe besoj që duhet të insertojnë imazhe këtu. Besoj që po. Vetëm një moment, sa ta bëj pak. Okej, bëjmë kështu download image. Edhe mundet ta bëjmë kështu? Po. Super. Atëherë, ky është një rast në të cilin ne mund të bëjmë një entry short. Pse? Po I vendos arsyet këtu. Kjo është arsyeja pse unë I mora si imazh. E para, kemi qenë në një zonë supply, e cila është zona më e afërt supply. Pra, rasti këtu, kemi qenë në orën 9 duke u mbyllur 10. Dhe e dyta, kemi pasur një qiri strong bearish. Kjo është, do me thënë, e dyta është konfluenca e dytë, pra si tham, do shohim jemi në një zonë supply ose demand, dhe tjetra na favorizon struktura ose kemi konfirmim, si tham, tek pjesa këtu. Pra, të kemi në momentin që jemi në një zonë supply, të kemi në favor strukturën ose të kemi një rejection ose refuzim të fortë për sell. Pra, është rasti I dytë.
nuk është rasti I parë, sepse këtu nuk e kemi strukturën të një lëvizje korrigjuese ritse, por kemi një refuzim të fortë nga ky qiri këtu. Pra e shkoni qiriun, ka bërë dhe manipulim duke e thyer këtë zonë supply këtu dhe është mbyllur bearish. Këtu do ishin futur short me patjetër. Pra pavarësisht se si po shkon kjo tregti tani, do kishim bërë me patjetër një entry e cila do ishte short me stop loss dhe take profit 15 pips. Ideja këtu është e mira është ta kemi 20 pips stop lossin që t'jemi sipër shumë mirë sipër zonës dhe sipër këtij refuzimi. Këto janë raste të veçanta. Të cilat nuk ndodhin shpeshherë, domethënë që mund ta kemi dhe stop lossin 20 pips. Pra deri këtu kemi demandin, është një zonë mini demand që mundet të ngjesë çmimin nëse vin këtu dhe tek profiti është shumë më lart, kështu që edhe tek profiti është I sigurt. Pra nuk e ke atë frikën që mund të të vi domethënë edhe të kthehet, të shkoj afër tek profit e të kthehet. Pra ka shumë kohë që ka shumë hapësirë që ajo të ndodhi. Dhe kjo do ishte një tregti e cila do ishte vendosur në bazë të atyre që unë ju kam mësuar deri tani. Pra, e bëjmë copy, se bëjmë download image, edhe e vendosim këtu. Pra, tregtia do ishte vendosur në këtë mënyrë. Pra, tregtia do ishte vendosur në këtë mënyrë. Atëherë, cilat janë karakteristikat kryesore që janë këtu? E para, po bëjmë përsëritës edhe një herë. Kemi refuzuar zonën supply. E dyta, kemi pasur një refuzim nga një strong bearish candle. Tjetra, kemi përdorur stop loss 20 pips. Gjë jo e zakonshme që ndodh, sepse ne zakonisht do përdorim 15 pips, po kështu është rasti, duhet ta kemi më lart. Gjithashtu, nëse do ishim në challenge stage, risku do ishte 2% për këtë tregti. Nëse do ishim në funded stage, risku do ishte 0.5% për qasje jo agresive dhe 1% për qasje më agresive. Pra, këto janë ato që unë mendoj kur tregtoj. Këto janë pikat kryesore. Gjithashtu, tek profiti është safe pasi është sipër zonës më të afërt supply, kështu demand. Këto janë kryesoret të cilat unë I mendoj sa herë vendos një tregti. Atëherë, siç tham, tani është ora 12:30. Pra ka kohë marketi që të zhvillohet, si themi. Çfarë duhet kemi parasysh tjetër? Që sot është e premte, mund të jetë ditë me manipulime 1, mund të jetë ditë shumë boring 2, mund të jetë ditë me shumë lëvizje 3.
sipas ditës. Dhe çfarë do bëjmë ne është që kur të shkojë ora 7, ne të bëjmë një nga rregullat sipas rregullave, do me thënë që bëjmë tek videoja e dytë mos gaboj. Pra shpresoj shumë që kjo tregti të shkojë deri këtu dhe të kap tek profitin, po sido që t'jetë, ne duhet të zbatojmë rregullat që i shpjeguam tek videoja, tek rregullat kryesore të strategjisë. Pra, me këtë video ne kemi shpjeguar komplet mekanizmin se si funksionon një, do me thënë një tregti për sell. Tani, tek videoja tjetër do shpjegojmë mekanizmin për një tregti për buy dhe normal do japim një shembull sa më të mirë. Kështu që shihemi tek videoja e radhës.